mama, Imelda. Mirë se erdhe. Mirësi e gjitha. Shumë knaqësi të presë, dashur. Knaqësi për mu. Faleminderit për kohën. E ja lutem. Ky është vendi për ju, të rehatoheni. Si të kemi, mirë? Si shkoj rruga, fillimisht më thuaj? Mirë. Pak trafik. Pak trafik, o? Besoj që Pak, po, mirë. nuk e keni risik të gjë, se edhe juve jeni njëjtë, po. Sidomos në këtë periudhë. Po, ne jetojmë pak më... Jena në fshat edhe kena qëtësin pak më shumë se sa. Lumë si ju, atë qëtësi, gjithë se cili prej ne që jemi në këto zhurmën edhe kaosin e qytetit e duam. Në cilin fshat jeton ti? Ne në Mjed, afër Shkodrës. Është zonë afër Shkodrës, më thonë jena Shkodrës, o jena shumë afër, po nuk e ndrojmë si gjatë, më thonë. Okej, qa janë të mirat, për qa karakterizohet si fshat? Jo, i ka të tëna, dhe më thonë. I ka të tënat. Ne jena paka shumë, dhe më thonë, janë tanë të afër, tonë afër, edhe jena si qifti, si majri, edhe në majnë shumë me hatër, kështu në rrinë, ne i binë gati këta gjanat e të në, dhe kështu që nuk e ndrojmë. Mirë bëni. Nuk të duhet gjë tjetër, kur ke njerëzit që të dua në një komunitet ku jeton, edhe ku ka siguri, ajo është me. Sot e shef se sa rëndësi ka njerëzit, e tuj me i pas ofër, se kur je mirë, a shkollaj, ja dal vetë me të tana, ja dal vetëm, jena vetëm në dy, mundena me ja dal, por kur kalon gjana vështirësi njët, janë në ima ma madhe, dhe më thonë, po ta nuk ja del. Të flasim pak për ty. Kush është Imelda, qa bën, për pas jetesës në fshat, më fol pak për vete. Imelda është mami 3 fëmijëve të mrekullueshëm, Erinit, është Omerit edhe Melit, që është e vogla, që ka lindë, më thonë, një javë mës largimit Omerit. Kam punu, dhe më thonë, unë e kam kryo ekonomik, s'kam lidhje hiq me librin. Edhe ma përpara, nuk më ka pëlqy as me shkrujt hiq, dhe më thonë, nuk ishte gjoja që dosha me ho largu, gjithmonë pëlqeshin numrat e tëna dhe podhimja, djerë ka disa anë tjera tuja që nuk i njef përpara. Më thonë, kur sot që se nuk shkruj për te një dit, dhe më thonë, ashtë i pjesë e jamja që nuk nihe mirë. Edhe, thamë, i hup këtë tana kushje për para, edhe njif këtë disa anë tuja tjera totalisht, dhe më thonë. Unë përveç tyne kam pas shumë, dhe më thonë, jam marrë me dekore, ditlinje, shekta dhe për lini Omeri, është u shkputa sepse nuk po ja delsha me të dy fmit, ma Erinin me një ja delsha, po me të dy, sepse edhe dekore dojnë ma shumë darkave, edhe ishte ajo pjesa kur kudo që ti qash nuk mund është të darka është në shpi prapse prap, edhe thamë ishte vendimi më i mirë. Sot kur e di sa pak kohë më lam me Omerin, thamë sa mirë që lash, sepse kur e la një punë që dënë të vjen keq. Edhe kur e pat me myllë dhe më hanë u mërzit me atë pjesën, por koha që kam kalu me te, thamë, o Zot falemners që më banë me marrë atë vendim edhe me rritë dhe më thanë, sepse unë me te, po vërësirë se kanë kënë 3 vjetë, po aqë shumë ko kina kalu dhe më thonë tonë ditën bashkë, sa nuk më duken 3. Din, kur i menaj kujtimet e gjonat, sot më duken shumë kohë ma te përse sa 3 vjetë. Për këtë thamë, në i herë gjonat kur nollin, janë për një arsye. Edhe pse në atë moment më duken që pse e bane, pse nuk u përpo që i fije ma shumë, por e ka një arsye, pak ma vonë marrin kuptim gjanat që ma përpara nuk i din. Dhe kjo, për ta kuptu, duhet veshtjallëm kohës. Absolutisht. Ka njëherë neve si qenje, kështu ipemi shumë pas diçkaje që e duam edhe kur nuk e arrim do të tentojmë, shfrytëzojmë çdo lloj arme me thonë për ta fitu, por ja që e the shumë bukur, disa gjana e kanë gjithmonë një arsye për çka ndodhin. Unë nuk përmenda dhe shikuesve me që e kisha dhe Super Omeri në duar, një nga librat, për të mos thënë në këtë studio libri më i veçantë që kemi pasë dhe për cilin kemi folë. Imelda, fatkeqësisht, Omeri nuk është më. Po bëhen 10 muaj për largimit ti, të më thanë. Omeri u largu një mënyrë është pa pritën, dhe më thanë,
pa pas asnjë lloj smundjet, pa pas asnjë lloj problemit, vetëm disa shenja virozet edhe asnjë gjë më shumë. Si ishte ajo ditë? Nëse mendon që po bëj një pyetje më tepër që ti nuk e ndjen të ma thuash, të lutem mos më kurse. Unë shpesh kthehem sot edhe tham pse m'la Zoti me kujtu çdo gjë, sepse unë shumë mendojnë, domethënë kur e din se çka ka ndodhur diçka kaq e rëndë, mendojnë që nuk mban mend asnjë gjë, mendojnë që ti nuk kujton asnjë gjë çka ka ndodhur atë ditë ose ditë të tjera në vazhdim në ato ditë të para, domethënë mendojnë që shiko se ti nuk e mban mend, po në fakt unë mbaj mend jo çdo njeri, po çdo fjalë që ka thënë ai person, edhe them pse m'la që me majt mend çdo gjë në fakt, sepse ndonjëherë ka ne që lutesh o Zot bën që ta harroj, sepse bëhet aq e vështirë dita, sa thu bën që ti harroj ata momente, më lën veç momentet e bukura, se dën që mi hek para syve, se dalin aq shumë para syve, sa nuk ka domethënë, është çdo gjë marraj aq shpejt sa edhe kur e thosha nuk ka shans, unë isha me te edhe e shifsha edhe sytë e mi prapë se besoshin, se Zoti të verboka në ata momente. Thosha nuk bëhet fjalë, sepse në shku me mirë. Domethënë ne atë rrugë e bëme të fol, të fol, të qesh, domethënë. Rrugën për na që ta kemi me rruga deri te spitali për mi bë një serum për virozë normale, domethënë. Sa çfarë moshe kishte Omeri? Omeri është largu 3 javë pa bë 3 vjeç. 3 javë pa bë 3 vjeç. Dhe vetëm Omeri kishte pra gjithçka nisi si një gripi i thjeshtë. Omeri edhe motra e tij, të dy patë në të njëjtat shenja virozet, mbrënda ditët, edhe asnjë gjë, ishte domethënë spitali ishte i mushur me fëmijë me të njëjtat simptoma, domethënë na u duk diçka aq normale që e kanë kalu shumë herë më përpara, domethënë nervirozat më të thjeshta dhe më normale që kena kaluar, kena marrë vendin për një ditë. Kjo ka jeta, domethënë. Çka ndodhi më pas? Ju shkuat në spital, mjekët filluan të miren me të dy? Kam shku vetëm sepse ato shkune një ditë para, bane një serum që u përmirësune, domethënë kërkunen me hangra çdo gjë dhe u kthy me shtëpi krejt normalisht, ishim të lujt, të qesh, aktiv. Edhe të nesërmen mëngjes u zgjume aktiv, Ajrini ishte mirë, edhe Omeri u çu aktiv, po lushim, edhe një moment thjesht sikur u ul, domethënë, u ul në divan edhe thash të shkojmë t'i bëjmë një serum tjetër se duket që ka nevojë se ka marrë ashtu fuqinë komplet. Në spital nuk kanë mujt me bë asnjë gjë, se ne kur më rritme vetëm 5 minuta pat me kohë, asnjë gjë më shumë domethënë. Kaq ishte. Domethënë 5 minuta dhe ty të përmyset jeta, atë që nuk i japim rëndësi minutit. I japim sikur mendojmë gjithmonë se kena pafund kohë para. Nesër, e mendojmë atë nesër me aq shumë, po sa të them jeta aq sa është e bukur, ti hap sytë dhe qohesh nada dhe thu kam tonë botën para se e shef ke djalin shtrat i merr erë e puth qesh me te, edhe po të njëjtën ditë, kjo jeta bëhet aq mizore sa të njëjtën ditë, aty ku e putha të qesh nade, aty ja putha sytë për herë të fundit, te e njëjta ditë, aty ku qesh me bashk, te e njëjta ditë, na ndryshoi bota totalisht, domethënë, tham jeta. Kjo papritun atë jetës, domethënë, është e vetmja gjë që duhesh me ju lut Zotit me t'i prit. Sepse tjerat, çdo gjë u rregulloka, edhe çdo gjë s'pas ka ma vlerë. Mas hupjes ti, i ndryshon vlerat çdo gjë e jetës, të ndryshon totalisht perceptimi që ke për jetën, për çdo gjë që ke bërë deri më sot, ata gjëra që kanë pas vlerë, kanë ra kështu direkt, çdo gjë që ke mendu se ka rëndësi, s'ka ma. Asnjë gjë nuk ka ma rëndësinë që pati. Milda, ty mjekët nuk të treguan me njëherë që Omeri nuk është më me ne. Mjekët... Shesi diçka, qa po bëje ti? Ishe aty, kishe dikë afër vetës në ato momente? Kam pas tanë familjarë afër, sepse jenë afër spitalit, përveç bashkëshortit, ai ka kënë Majrinin në shtëpi, edhe mjek kanë prit më ardhaj. Më thanë kanë prit, sepse për shkak se unë isha 38 javë shtatzan, edhe kishin atë marakun
normalisht shtatzanisë dhe çdo gjë. Pra ti ishe shtatzan? Ne ishim të prit një jetë të re, për këtë thamë, ne ishim atë ditë të përgatit, dhe më thonë, kishim thirrë pastrimin për në shtëpi e çdo gjë se po bashim gati me prit një jetë të re. Edhe për këtë thamë tronditja që ti të prit një jetë të re, edhe as nuk e mendon në të momente këto gjanat e tjera, as nuk e mendon se munden me të nohë, sepse çdo gjë është fokusu të kjo jetë e re që i të pru. Edhe kur, edhe si kur dikush për ma thonë, edhe kur ma thoshin që kishte no, alo sot po bohen 10 muaj dhe prapë ka rase që thamë nuk ka mundësi që ka no, nuk ka, në me thonë, nuk se pramen truni atë gjë, se ishte diçka aq që po pritun, sa nuk s'ka fjallë për me shpjegu atë gjë, dhe në alo sot nuk e dim që anolli, sepse Qa thonë mjekët? Asi gjë nuk dim, dhe me thonë, e vetëmja gjë përgjigje është insuficiencë kardiake. Dhe me thonë, zemra ti pushoj. Ka që është e vetëmja përgjigje, shkaktari se qa nolli... Nuk dyshonim për diçka pyesnin do një shqetësim më herët nëse kishte pasur? Absolutisht, dhe me thonë, Omeri, ka kemë fëmija më i shnetshëm, ne nuk e dishim se ku ishte spitali, dhe me thonë, për fëmijë, urgjenca, sepse falë Zotit, fatmirësisht nuk kishim pas përveç rutinën që kina ba vizitat rutinë të doktoresha ti, në spital nuk kina pas nevojë nëjherë me ikë, vetëm rutinat e zakonshme dhe nuk ka pas analizat që bashim normale, dhe me thonë edhe çdo gjë i ka pas mirë. Ka kenë fëmija që i shnetshëm, aq i fort, aq energjik, që asnjëherë dhe më thonë ishte ai që edhe ngacmoshim, se i thosha, ky është ai që na la gjithmonë, ne s'kina, nuk mundohena me kujtue, nuk maj mend një natë që na ka lënë çut, që me grip ose i smur. Sa ishte e vështirë pra për ju që mjek nuk ishin përgjigje për këta? Sa ishte e vështirë për ju që të mos e drejtonit gishtin e fajit tek ata? Kur ke besimin e fort, e din që jetën ai që ta jep edhe ta merr. Edhe në ato momente na tregoj aq haptas, sepse nuk mundem i drejtu gishtin mjekut në momentin kur unë e pash vetë në atë çaste, kur unë vetë e shifsha që ishte mirë, edhe ishte mirë në shtëpi, e çdo gjë nuk mundem, sepse normal mërzia edhe ajo që i du përjetu të bën me drejtu gishtet gjithkohë, por nuk zgjidh asnjë gjë, domethënë, ajo që ti po nuk lehtëson asgjë, ti nuk kthen asnjë gjë mbrapsht. Sado që të mundohesh me i drejtu gishtin dikujt, shpirti jot nuk gjen lehtësim, edhe sikur të gjehet një fajtor, edhe sikur dënohet një fajtor, edhe 10 vjet, 20 vjet, prapë unë nuk kam asnjë lloj lehtësimit, por në atë rast unë tham për 5 minuta kërkush nuk don me mbet një fëmijë në dorë. Asnjë doktor nuk don, edhe nuk kishte që mi vu gisht dikuj për dhimbjen tonë, absolutisht as nuk jena mundu në asnjë moment për me e bë këtë gjë. Dhe mua më vjen shumë keq. Sa që e kam edhe zërë ti gjej fjalët me të ngushëllu, me të thonë të drejtën. Më vjen shumë keq për këtë që ka ndodhur, po dua të flasë me ç'ti ke ardhur këtu për të ndarë historinë tënde. Dua të flas pak edhe për Airinin, që në anën tjetër edhe shqetësimi i shëndetit për të ishte, domethënë, siç të kanë thënë mjekët, ka 1% gjasë për të shpëtuar. Në të njëjtën kohë ne e nisëm Airinin për Tiranë prej merakut asaj gjëje që ndodhi. Por Airini kur mbreti në Tiranë ishte mirë. Edhe doktorët e majtën një natë thjesht, po e majmë, domethënë, për kontroll nga meraku për asaj që ndodhi edhe që nuk e dishim pse ndodhi. Edhe mas një ditet, prej që ishte mirë, Airinit i dhonin 1% shanse jetet. Edhe nuk ishte spital që e merrte përsipër. Me çfarë diagnoze, me çfarë lloj shqetësimi? Zmallimi i zemrës, të njëjtin problem me Omerin. Ne pagume charterin për me nisë për Turqi, u bë çdo letër, çdo gjë gati, edhe në moment fundit sa ishte tu e marr ambulanca për me nisë, na ktheshin letrat mbrapsht, që thote nuk ka shanse me pështu edhe mos e nisni. Mrapa kena fol me spitalin e Italisë për me nisë për Itali mrapa, sepse Tirana nuk jepte më shanse. Tirana shkaj deri aty sa thotë edhe 30 minuta dhe nuk ka më, domethënë, nuk ka më jetë. Edhe
ishim dërzu totalisht dhe po mundoshim çdo anë se ku mundena me çu, ku mundena me gjetë zgjidhje dhe njësoj edhe Italia u menu që po vinë me mjekët e tyne për me marë, për me transportu në Itali, moment fundit shifshin analizat edhe thote nuk ka shans me pështu, vetëm transplant zemër mundet me pështu, edhe në fund... mrekullia, Nolli mrekullia, në fund thonen nuk po merren ama me gjithë shkaktar, se që nolli, sepse u bane analiza po fund çdo ditë u fokusunin me gjithë se pse atu nollë dhe nuk dishin me gjithë pse atu nollë dhe thonen po e provojmë nga ta në antë, dhe më thonë po e provojmë për të ta në gjanat cilat i bajnë efekt. Edhe në momentin, dhe më thonë mjekët e Italisë sugjerune një lloj kure që bashkëpununen me mjekët në Tiranë, edhe ditën e parë dha një përmirësim të vogël, po që i gëzoj sepse s'kishte përmirësim deri atë ditë, nesërmen dha pak, edhe ditën e tretë thonen merr nevojën sepse nuk ka si gjë. Edhe nuk na bëshin durt me e marrë, se thoshim deri sot ju s'na dhat asi shans, asi 1% shans me pështu, edhe sot më thoni nuk ka si gjë, merrni në shtëpi. Si mundena me e marrë, nuk i thosha maje, ta majnë, nuk e du në shpi, mos e bjerë edhe banin konsulta pa fund, bashin me mjekët huj dhe me thanë edhe i qoshin ekun e zemrës edhe të tanë thoshin nuk ka shanse me kene njëjta zemrë. Nuk mundet me kene kja zemrë aja që na kini qu sepse ata thoshin edhe qose pështan ka me ba 2-3 vjeta, ma shumë që me arë normalitet e Irini, mu këthy normalitet. Ndërsa ne mas i javet në thoshin të vazhdojnë çdo gjë, të vazhdojnë shkollën, të vazhdojnë çdo gjë si çdo fëmijë. Edhe e vetmja përgjigje mjekëve ka qenë, Irini është një mrekulli që ato ecë me kam të veda, edhe ne nuk kena shpjegim. Kaq kena. Sa si është ajo me shëndet? Irini është mashallah shumë mirë. Isoj si ka qenë që është ditën që ka dalë, domethënë nuk bajmë kontrole sepse Maraku i prinit kur je djegat shumë, bajmë kontrole, po janë edhe doktoresha thet, ne po i bajmë këtë të kontrole, dhe më thonë, vetëm t'i bajmë për me o hek ju Marakun, edhe është mirë shqyqyra, Irini është, dhe më thonë, është mirë, Irini e ka çdo ditë pjesë të saj o merin, edhe ja ushej atë shumë edhe vetë, sepse Irini pati fatin me pas shumë vite me te, po Meli nuk pati njëjtin fat me Irinin që me pas, edhe ja ushej atë shumë se i tham, ti o mam ki me fol për Omerin, ti ki me për me një vllon, sepse aja, dhe më thonë, e thet me është pa fajsi, nuk e ka këtë ndrojtjen e të mlajve, e përmend shumë lirë, shumë e përmend, sepse edhe vetë libri a kriju për Irinin. Më thonë, është shpjegimi që ne i kina dhanë Irinit edhe Irini e ka marrë aq mirë, thamë, o Zot faleminderit për mënyrën se si e ka marrë, se Irini është e lumtun, se thët aja është mirë, sa herë më pyet, ka ato pyetjet e saja, dhe më thonë, qa han, qa pin, me ke flen, si flen, edhe në momentin kër i jep shpjegime, gëzohet, kër i thamë që ka, qa kena ne, i ka i qënfi shumë mamë, edhe gëzën, o sa mirë, i thamë, kër i thamë atje ka lumej me qumsht, me mjalt, me qokollat, i thamë akullore që nuk shkrihet kore, që nuk t'i prish dhamë, të gëzën për te, dhe me thanë, sa gëzën për librin, i thëtë, sa i famë shumë i ba, o merë, e fletë për natë me te, dhe thamë, faleminderit su Zot për mënyrën si e ka marrë aja, sepse kur nolli rasti, normalisht prej faqes Super Omerit, kam edhe shumë nana tjera që po kalojmë njëjtën gjë. Edhe kur më tregojnë për jetimet e fëmijëve tyne, se sa janë myll, se sa nuk e përmendin, se sa edhe tham, o Zot faleminderit që e përmend, sa Irini e përmend çdo ditë, faleminderit që e ka marrë këtë mënyrë, faleminderit që është e gëzon, prapë se prapë sot nuk është atë, nuk ka ndryshua Irini. Do të flasë për librin veç pas pak, se du të ndalem pak të ardhja në jetë e Melit, e cila erdhi në jetë pas 8 ditësh, pas largimit të Omerit nga jeta. Më vjen edhe zërë të të pyes, por qa po ndjeje?
rrite ta gëzosh ardhjen e saj njëtë? Meli, dhe më thonë, ishte aqë shumë e doshim që po vite Meli njëtë, dhe më thonë, aqë shumë ishim gëzumë se po plotësot ajo familje se doshim pak më të male se dy, dhe me zi po e pritshim, kishim, por gjatë asaj jave, Meli më dukte vetëm pengesë. Aja një javë që e kisha në barkë, dhe më thonë, më dukte pengesë, sepse as me qa, nuk mu ishim me qa për Omerin. Dhe më thonë, Omeri iku edhe, thamë, ne alo sot s'kena fillu me qa për te ashtu si duhet, për me ashtu si e një në shpirë, nuk kena mujtë, sepse ne hum me Omerin edhe unë me Samedin, bashortin ne, njëjtën ditë ne u shkputme, në dhimjen më të madhe tonë, njëjtën ditë ajo detyru me shku në spital me Irinin, edhe unë 10 ditë ne kena kanë totalisht shkputën. Edhe në spital unë, kur kam shku me lidh Melin, kam kanë me vllanë. S'kam kanë, dhe më thonë, këto përjetimet të gjona që i keje, që i andrane, që i menën për para, s'kajnë ma asi dhej vlerët, dhe më thonë. Thu vetëm të vinë shnash, vetëm të vinë mirë, se asi gjë tjetër i hupen tëna, nuk ishte marrënësi, nuk ishte as ishte valigjja gati, as nuk ishte asi gjë veç ti, ku mi thosha o vlla, se e kisha ma shumë si detyrim temin, se thosha o zot ta bi shnash. Se në ato momente, dhe më thonë, sa do që unë e nisha vetin mirë, e disha që eja ka me ardhë mirë, se isha dhe vetë mirë fizikisht, tjerë nuk e besoshin, për i thosha, shumë jam lutë që o zëtë që ke për fmit e mi bjerë mu, që do të ke që tyne mi bjerë mu, edhe në momentin kër i nolli Omerit, thosha mos u bani më rak për mu, sepse sot që ma ka pru këtë gjë, ma ka pru me e kalu krejt mirë, e këthjalt, si me mende, si me trup e çdo gjë, sepse atë ditë kishin pru ambulancën e çdo gjë gati, se me noshin që nana, dhe më thonë, ashtu kalu, nuk e di se qa, dhe lajme në gazete jepshin si kur unë isha totalisht në Tiranë, spital traumave, kisha hi në operacion, dhe më thonë, gjana që menja njeriut i menën se të nollin kur të noll diçka e tillë, por zotin el, ashtu si ta bjen gjanë, bjen forcë, e të bjen shumë gjana tjera mrapa që ti thu si jam të najtë, ndërkohë që e shef vedin të najtë. Më thonë, thu, nuk mundesh, edhe prapë sot e mendoja, thamë, s'ka shansën me jetu po te. Po ama nuk të nalë ka fryma se të dhem shpirti, e nuk të nalë ka zemra se ti nuk mu i kemi nalë. I nalë ka tjetër kush sa da që të dhem, sa da që thu s'kam frym po te, sa të kuptan sa fjallë të maja i thu fmive që i thoke kotë. Meli ka lindur me një shenjë në trup, që ju e besoni që është një mesazh që ajo ka dashur ta sjellë në këtë botë. Çfarë shenje ka? Meli ka, në dorën e majt, ka shenjën e zemrës. Dhe më thonë, totalisht shenjën e zemrës. Edhe, në fakt, ne as nuk ja kena dallu, sepse në të ditë, nuk është se e vetmja detyra jemja ishte me ushqyme e vu me fjetë. Edhe lotë nuk leshin me po gjë tjetër, dhe më thonë, edhe sytë, vetëm e shifshë që është aty nuk. Dhe Irini është aja që ja ka vure, edhe një ditë të e la dhe thëtë që mam, shifja zemrën e, që është dhe aty, shifja zemrën e që ka të dora Meli, edhe unë që i thamë, mos luj mami, se nuk, mos i piktura Melit në dorë. Dhe me nosha që ja ka ba Irini, edhe po do të me lujt me mua, dhe thëtë, nuk jam të lujtë, mama, se kam ba une, është e Melit, edhe aja, sot e kësoj ditët, prapë vazhdan me kenë njësaj, edhe... Se a latë emrin Meli? Meli ka marrë emrin e vllas, se Omeri e thirrë të vedin Meli, kur do të diçka, kush e dan Meli, edhe ishte direkt, të më thonë, dosha që mundi në shpi, sidomos kur e thrasim, o Meli, hajde këtu, edhe del, bëhet emri ti komplet, dhe më thonë, edhe... Në fakt, Meli e ka Melis, e ka dhe një semrapa që... Se mu dukte sikur, po ja caktoj vajzë diçka që ndoshta kur rritet nuk e dën
për me e majtë vetëm si emër edhe po ne e harrojmë që e ka Melis edhe vetëm Meli... Jam e bindur se do ta doj shumë edhe kur të rritet, emër shumë i lezetshëm. Inshallah. Ja ku e kemi dorën e Melit dhe është... Po, dallohet sidomos kur janë, po, damar që janë uan prej që ftofe dora pak edhe i krijon totalisht formën e zemrës edhe Zotin Allah shaja shumë. Para e mrapa, dhe më hanë, kur i menojmë, për këtë thamë nuk kena drejtua si herë gisht diku, sepse ka dhanë shumë e kishim këtë ndjesin për para. E kishim edhe një javë para, Omeri po më puste aqë shumë sa më bërë një aqë më rakë, dhe më thanë, sepse më puste durët edhe më puste nuk u nalte. Po tanë më rakën e kisha, nuk e di, e kisha ndjesin të vedi, sepse 7 zanë, thosha diçka mund shkojnë keqë edhe po e lesha, thosha qmalet, tin, kur, hini nuk e me dhanë kur, dhe më thanë, atë gja që as të Omeri, as të Irini nuk e me nosha absolutisht as i gja, por e kisha një ndjesi edhe pa me ledzu mesazhet, janë mesazhet aty që them, diçka ka me nollë, edhe janë tanë që ti mos u fiksam, më thoshim se po dënë djali ti po bëhash ka qmarak. A ishte gjithmoni dashtën, po atë dit ka kënë tepër. Dhe më thonë, kishte një lidhje që tham, o mam, i këtë më puth durët. Ashtë, s'ka fjallë, dhe më thonë, për... No, nuk... Më përmende më herët edhe lajmet e shumë ta që u shkruan, si histori pra u përhap shumë shpejt në Shqipëri edhe gjithë për shkruanin, po nga ana tjetër me kalimin e kohës edhe të ditëve, a pate nevojë për ndihmë psikologjike që ta kaloje më lehtë si situatë? Është diçka që unë thamë, une, dhe më thanë, pjesën e besimit e kena shumë të rëndësishme si familje dhe e praktikosha dhe për para, dhe më thanë, pjesën më falë, çdo gjë ishte pjesë e jemja dhe ato ditë kur nolli hupje Omerit, shumë vetë më vishin dhe më thoshin mos ju illno Zotit, mos u mërzit me Zotin edhe më dukte vedi si kur më shifshin si hipokrite, sepse momentin që se ti më thënë që unë besimin e kam vetëm kur jam mirë, edhe vetëm kur kam kënë, kur je mirë, kur je lumë të në shkollaj me thonë, unë besoj. Edhe unë e besoj jetën tjetër, unë besoj Zotin, e besoj çdo gjë, se je mirë. Momentin kur je keq, gjaja ma e keqe që mund t'i bash vedit është me u largu Zotit, se atëherë me ta manë krejt vetëm. Edhe unë sot nuk e pranoj që mundem me ja dalë kur më thojnë sa fort je, ose sa mirë je tu e përballu. Unë pa mëshirën e Zotit, unë e di që këtë gjë nuk mundem me e kalu, sepse unë baj habi vetë me vedi, në momentet kur jam e qetë, thëmë pse jam e qetë, po është dikush tjetër që e bjen atë qetësi, se pa me i rështu gjana që jena tu kalu, ose pa me i thonë dikush tjetër që atu kalu këto gjana, thëmë nuk është mirë, nuk është hiq mirë, si është, më thonë, pse jam unë këto sot, si mundem me kenë sot tu, me gjana që kalon, po janë... Ti e shumë e fort, Imelda, edhe gjithë këtë situatën tënde ti the më herët që kjo të kanë nxjerrë diçka nga brenda që ti si kishë mendu që ditë shkruash në njëherë, ose që të pëlqente të shkruash. Kur më kërkoshin me vu emrin të libri, më kisha një lloj vështirësie të thosh unë me vu emrin libër, dhe më thonë, se as nuk e kisha mendu kur. Ti ke botuar këtë libër, Super Omeri dhe Misioni i Dashurisë, ku të gjitha të ardhurat e këtij libri shkojnë për fëmijët në nevojë, po si e nise këtë libër, ose sa shumë ka shkrime, se më tha që shkruan për çdo ditë. Po, I shkruan Omerit. Me shkruajt për çdo ditë, po libri Irini kërkon çdo natë që me fol për te, edhe më dzete shumë paprit me pyetjet e saj, dhe më thonë sado që u përgatit që aja pret atë momentin e darkës edhe bate pyetje pa fund. Cila pyetjet ka, ose të prek më shumë? Janë shumë, dhe më thonë, Irinit nuk,
është të dzendë, domethënë ndoshta ti në atë moment thu, ja dola kryva dhe i ditë, se erdhi darka dhe ja arrite me përballu ditën, edhe të thu e kalove, kur ajo të vjen me pyetjet e saja që pse nuk mundem unë me shku taj me pa, pse momenti kur i kam shpjegu, domethënë që Omerin e ka sjell Zotje, ka flutëru drejt tij e tjerë, edhe e mendon që vërtet ashtu dhe më thet, pse o mama ma tregon veç me libër, pse s'mujt e thet me ja bëj video që më ma tregu mu se si flutëreja, pati frikë, as pati frikë, dhe ka shumë pjesën e shpjegimeve të saja, ose kur i qojnë bushiqa me helium, të lëmbatë me helium, në thët, pse s'ma bjen ai mu një, me ma pru edhe ai mu një letër, me ma pru mu si i shkrujune, pse s'ma këthen ai mu një, edhe ka pa fund, Irini ka aqë sa ja du botën e saj, se ka shumë të bukur botën e saj, edhe më knaq, edhe kur pyt, sa da që është e vështirë për mu, më knaq për çdo gjë, sa ja i mendon ton ditën atë gjana, po gjen darken për me i pyt, edhe libri u bë një lloj mënyret me na lehtësu edhe ne, sepse ja lexosha edhe ato pyetjet sikur i lehtë momentin kur u kriju libri, se do të veç me lexu librin. A do më lecosh diçka dhe të më tregosh se ku mund ta gjejnë të gjithë librin e Super Omerit? Opa, bona i shertë vogël. Librin, me thënë drejtën... Mund ta gjejnë edhe në Kosovë? Gjejnë në Kosovë. Kena, nuk kanë kënë shumë bashkëpunu se librarit. Pse? E shifshin si çdo biznes, i kuptoj normalisht, por të kenë qëllimin që ka për bamirësi, normalisht nuk arrishim me përqinjen që kërkojnë bizneset, se nuk metë gjo për bamirësi, dhe më thonë, edhe librin e gjenë në Kosovë, të një qendër terapeutike mendja, që e falenderoj shumë sepse më ka shkruajt vetë, as nuk i kam shkruajtur, edhe më ka shkruajt. Mi bëj thirrje të gjitha shtëpive potuse, të gjitha librarive, dhe kushdo që po na sheh që të na kontaktoj ose ne ose ju që ta kenë librin aty të gatshëm për këdo që do ta blej. Domethënë thotë jo dogana, jo kjo, jo, domethënë shumë gjëra për i petsi, por me Saren, vajza e mrekullueshme më ka shkruajt edhe as përqinja, as i gjo për sa kohë që është për bamirësi, libri është aty edhe e qënë kuda në Kosovë, dhe më thonë, ja postona ja kuda që është në Kosovë, se qenë është aty. Lezoj për atë që a i jepte ma shumë. A i jepte për qafimet më të mira në gjithë botën, të mëdha e të ngrohta, aqë sa mund të shëronin edhe një ditë të trishtuar. A i jep të puthjet më të ëmbla në faqe, në badhë dhe mbi barkun e mamit, aty ku po rritej motra ti e vogël. Une, se Omeri është, ka kënë edhe është bekimi ma i madh i jetës tonë, edhe Omeri kishte i lidhja është bukur me tana brezat, dhe me thonë, qysh me fëmijët e vegjël, edhe deri te stërgjyshat e ti, dhe më thonë gjyshat e mi, nuk, ai përqafimin do të me ta dhanë përqafim, nuk e jep të si fëmijë që në i herë detyrohet me ta dhanë për mi dhanë diçka. Omeri kur nuk jep të përqafim për mi dhanë diçka. Ai e kishte gjanë që e vetmja gjatë që Omeri në mërzite ishte që se ti e puth ma shumë se sa të puthaj ty. Ai do të gjithmonë me dhanë ai ma shumë. Edhe s'kishte kënaqësi më të madhe se sa me pa se si Omeri i shndrote njerëz të tjerë rreth teje. Se kur shkosha te babi, gjyshja jeme po bën 90 vjeçe, edhe me ata ankesat e veda, kur vite Omeri nuk e shifsha masin 90 vjeçe, e shifsha si i vajzë 20 vjeçe, se e shifshe tullën si qenë të njek Omerin, edhe i bata ato shkallat 5 herë në ditë, dhe më thonë, i thosha, o nanë, më lodhin mu nanë, dhe më thonë, se aq gëzoshin me Omerin, edhe sot përveç se të mungan Omeri, të mungojnë ata njerëzit tuj si kanë kënë me Omerin, dhe më thonë, ke i malë, ashtë malë për ta njerëzit që të rrethojnë, edhe përse si i bate Omeri ata, dhe më thonë, është.
A e shenë ëndër? Lutem për natë, po nuk e kam pa. Airini thot e kam pa, po stijas a me e besu, dhe me thonë, sepse aja është e vogla, me nënë se e ka pa. Se thot, nga një anë edhe e besoj, po në anë tjetër nuk e dija, din se që është ëndra ta manë, edhe thot, erdhi o mam, lujt me lojnat e reja, i pëlqynen shumë, lujt me bashkë, edhe Inshallah ka pa të mënë, por ne nuk e kena pa ala. Si jena gati me e pa ala. Kam përshtypje. Deri kur... Imelda, ti vazhdo bëhu e forcë, ashtu si je, edhe si që ke bërë deri tani, me forcën tënde, me forcën e familjes edhe bashkëshortit, me dashurinë e Airinit edhe Melit, në të cilave u duhesh më shumë se kur. Ata janë forca e çdo gjajet. Mas tishin ata, besoj se kishin me pas fuqi për me vazhdu. Kisha dasht i mesazh të vogël se me që jena edhe në fund vitit. Edhe tham, shpesh mërzitena kur s'ja dalim ata qëllimet e fillimit vitit, jo punë ma mirë, shtëpi ma e madhe, makinë ma mirë, dhe tham, qose janë aty në shtëpi, të shofin rreth, qose i kajnë fëmijë në shtëpi, thojnë Zot faleminderes, e qose i kajnë familjarët afër, thojnë Zot faleminderes, se sot ai xhepi bosh, nesër ke 1000 mënyra me musha xhepin që sot e ke bosh. Po këtë bëshlojkën që t'le humja fëmis, s'ka si gjanë bot, që mundet me ta mu shkur. Që falenderojnë Zotin pa fund, që se kajnë shnetin, janë më të pasunit në botë. Faleminderit shumë, të t'jap një përqafim, me që të kam këtu. Faleminderit shumë për gjitha. Faleminderit shumë. Ndave këtë histori me mua. Faleminderit, edhe ju. Shkëpute me miqë.